Bashkia e Imarës do të ketë në vitin 2026 buxhetin më të madh që ka parë historia e kësaj bashkie. 78 milion euro do të jetë vlera e këtij buxheti nga 29 milion që ishte një vit më parë, apo thëndryshe në buxhetin e vitit që po mbyllim 2025. Këshilli Bashkiak i Imarës miratoi gjatë kësaj të hëne me shumicë votash projekt buxhetin e bashkisë për vitin që vjen. Sipas kryetarit të bashkisë Vangjel Tavo, ky është buxheti i tretë më i madh në Republikën e Shqipërisë në të gjitha bashkitë e marra së bashku. Sipas Tavos, nga një vit më parë, apo thëndryshe nga viti që po mbyllim kalendarik 2025, ai viti 2026 është 2 fishe gjysmë më shumë. Zonja, të shpjegoj dhe një. Zonja. Të shpjegoj dhe dhe jabu për një e shqiptarë. Porque candidato da secretária në procedura të lutem. Këshilli Bashkiak, nëse unë dua të heq pjesën nga vetja ime, do të asnjë faj të bëj. Edhe zonja drejtoresh do të kujdes, unë drejtor qytetare të një që a diskutojmë këtu, jemi në Këshillin Bashkiak, edhe në të drejtën e fjalës se ja punë, ne ai ju të drejtën e fjalës. Për gjithë do ja për pjesë që takon. Dakor? Është mungesë e saj, se ka disa gjëra që duhet të kishte punë, se ka punë datën 30, duhet të kishte miratuar datën 30. Jo, dakor. Ani datën 5. E dyta apo ju pyetje. Juve. Apo ju pyetje, zonja drejtoresh. Të bëj një pyetje. Kryetari i Bashkisë së Imarës Vangjel Tavo në mbledhjen e Këshillit Bashkiak tha se çdo kërkesë e banorëve është marrë parasysh në dëgjesat publike. Sipas Tavos, këshilltarët votojnë në këtë mbledhje për Imarën, për habilitimin e rrugëve dhe rikualifikimin e lagjeve. Ai thot se nuk një lote, por një punë të mbaruara. Ska se si të aksesojnë gjitha ato bizneset që janë atje në vitin para apo vitin dytë. Dhe kjo është arsyeja pse shëndetoria e Borçit është vonuar. Mbaron në qershor investimi i dy rrugëve paralele dhe kemi premtimin e qeverisë që në qershor me fondin e bankës botërore, në qershor ekziston dhe projekti, në qershor fillon procedura e shëndetores së Borçit. Prandaj dhe ne nuk e kemi planifikuar si bashki. Por po ju them edhe diçka tjetër, ta dëgjoni të gjithë. Nëse ne do të ecim sipas parashikimeve tona, unë e di se ku do arrim vitin e ardhshëm e të ardhur. Dhe do shikojmë që deri në qershor do të kemi mundësi që atë investim ta kryej bashkia me financim jo një vjeçar, atëherë do vim me një propozim tek ju me ndryshim të PBA-s dhe rishikim të buxhetit, ndryshim të buxhetit që është po e drejta juaj ta bëni me propozimin. Këshilli Bashkiak i Imarës diskutoi dhe miratoi në këtë mbledhje edhe programin buxhetor afatmesëm 2025-2028, si dhe kalendarin e përgatitjes PPA 2027-2029, si dhe buxhetin vjetor 2027. Gjithashtu miratua edhe numri i përgjithshëm i punonjësve të Bashkisë Imarë për vitin 2026, si dhe numri i punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin që vjen. Shqyrtimi dhe miratimi i projektvendimit për themelimin e shoqatës sportive jo fitimprurse, Klubi Sportit Imara, miratimi i aktit të themelimit dhe statutit, shqyrtimi i miratimit të projektvendimit për propozimin e dhënies së ndihmës ekonomike për periudhën 1 deri 30 nëntor 2025 nga fondi kushtëzuar 6% i blok ndihmës ekonomike, ishin pikat tjera të renditës të cilat u miratuan në këtë mbledhje.